Në Velipoj janë rikthyer protestat në zonën e Rjollit. Aty ku biznesmeni Bashkim Ulaj ka marrë leje për ndërtimin e një resorti turistik luksoz. Banorët pretendojnë se u janë grabitur tokat dhe kërkojnë ndalimin e punimeve deri në një vendim përfundimtar të gjykatës. Edhe sot, 10 banorë kanë dalë në protest, duke bllokuar për rreth 1 orë rrugën Shëngjin-Velipoj. Situata ka sjellë përplasje me forcat e rendit, të cilat kanë ndërhyrë për të liruar qarkullimin. Sipas protestuesve, rreth 60 familje janë të prekura nga ky projekt. Ata thonë se bëhet fjalë për 95.000 metra katror tokë buzdetit në zonën e Rjollit, pronë e tyre që prej vitit 1936. Prona shtrihet përgjatë brezit të rënor dhe ka një gjatësi prej rreth 4 kilometrash. Banorët theksojnë se kjo nuk është hera e parë që protestojnë dhe paralajmërojnë se do të vijojnë rezistencën, derisa çështja të marrë zgjidhje ligjore. Mos ma hajde në shtëpinë time, sikur të ishte e jotja, shprehet një prej protestuesve.